Në ditën e tretë të përballjes me flakët në masivin pyjor të Darzezës, zjarri është drejtëshuarjes së plot. Sipas përgjegjësit të mbrojtjes civile të prefekturës Fier, Kreshnik Ymeraj, ndërhyrja e 2 helikopterëve Cougar të Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët operuan nga ora 9 deri 11 të ditës së sotme, ka bërë të mundur izolimin e plot të vatrave aktive, ndërsa sipërfaqja e përshkuar nga zjarri është 12 hektar. Aktualisht në këto momente situata duket dhe paraqitet e qetë, fal ndërhyrjes me 2 helikopterë nga ajri, cilët ka bërë të mundur izolimin e vatrës së zjarrit, shorjen e flagëve, masivit të flagëve. Në këto momente është duke u punuar nga efektivet e MZSH-s Fier, të cilët janë futur në thellësi të pyllit për të eliminuar ato vatra të vogla që mund të kenë mbetur aktive brenda zonës së djegur, me qëllim të bëjmë izolimin dhe fikën komplet të kësaj vatre zjarri. Kjo është një situatë që ka zgjatur prej 3 ditësh, por vetëm ditën e sotme kemi pasur diku te 4 mjetet zjarr fikse dhe 30 forca zjarr fikse, të cilët kanë operuar kryesisht me mjetet rrethanore, pompa, lopata, për shkak sepse mundësia e operimit me mjetet zjarr fikse ishte e vështirë për shkak të terrenit ranor që karakterizon këtë zonë këtu. Sipërfaqja e dëmtuar nga zjarri, sa hektar ka? Atëherë kryesisht janë përshkruar nga flakët rreth 10 deri në 12 hektar, që është bimësi e nivelit lartë, themi ne, por fatmirësisht nuk ka patur prerje të kurorës së pishave. Ka qenë bimësi e lartë, por nën kurori, themi, dhe sipërfaqja e përshkruar është 12 hektar. Kurse sipërfaqja e dëmtuar apo e djegur është në kompetencë të strukturave të tjera, të cilët mund të bëjmë vlerësimin e dëmit për më vonë. Ndërkohë është dita e tretë ende nuk ka një shkak. Një njoftim zyrtar. Shkaku i ardhes së zjarrit është në kompetencë ose më saktë janë në organet kompetente, të cilat punojnë për zbardhjen e rastit të ngjarjes. Pylli i Darzezës frekuentohet edhe nga qytetarë të shumë, të cilët lën pas mbetje të rrezikshme për burim zjarri, ndaj Ymeraj ka apeluar për më shumë kujdes nga qytetarët. Nuk është se bëjnë vetëm zgar, bëjnë edhe zarar, lënë mbrapa mbetje, të cilët janë burim për nisjen e zjarrit, dhe nga kjo situatë që paraqitet mbrapa, kërkoj të bëj një apel gjithë qytetarëve të cilët frekuentojnë pyllin e Darzezës, luteni të mbani pastër ambientin dhe mos ndizni zjarre në këto zona që janë me risk të lartë. Është shumë e vështirë të fikë zjarrin, por është shumë e thjeshtë të mos ndezim zjarrin. Ndaj një apel për gjithë qytetarët, evitoni ndezjen e zjarreve në këto zona me risk të lartë. Ndërkohë, pas përfundimit të ndërhyrjes nga ajri, aksioni do të vazhdojë nga trupat toksore për vënien nën kontroll të plotë të gjithë zonës së prekur nga zjarri, për të evituar riaktivizimin.